Përshëndetje, miqtë mi, miqtë vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë është diçka e bukur që po ju ndodh tani në këtë moment? Pra një diçka e bukur, një diçka e mrekullueshme që po ju ndodh tani në këtë moment. Pra, çfarë po të ndodh tani në këtë moment që ne po shohim këtë energji të tarotëve. Jeni pak e dëshpëruar, e mërzitur, sepse jeni larg. Keni pak probleme me të dashurin tuaj. Ky person është i fokusuar shumë te puna, është një person inteligjent, një person që ka intuit dhe që ka, më thon, pjesën e bollokut primare në jetën e tij. Është pak i mërzitur, por një kupe argjend i afrohet dhe i thot, mos u mërzit, merr këtë kupë të mbushur me mjalt dhe largo trishtimin dhe atë hidhërimin që ke. Dhe ky e pranon këtë kupë, sepse ju jeni për të mbretëresha e kupave. Një femër shumë e pastër nga ana shpirtërore. Pra kjo është diçka e bukur që do të vi në jetën tuaj. Ju luftoni fort që të keni një harmoni me njëri tjetrin dhe një dashuri të pastër dhe të sinqertë. Por duhet pak durim, sepse ushtari i monedhës na tregon që gjërat e mira bëhen ngadalë. Më mirë ngadalë dhe sesa me shpejtësi dhe të zhduken. Ky person i zemrës tuaj vjen drejt jush për t'ju shprehur atë ndjenjen e bukur të dashurisë. Mbroheni nga kjo hën me dritën e saj dhe nga njerëzit negativ që keni përreth. Vjen drejt jush në këtë udhëtim lumturie. Pra kjo është diçka e bukur që ndodh në jetën tuaj. Pra ky person vjen drejt jush shumë shpejt me tanie për të takuar, për të bërë një takim bashkë, sepse jeni në largësi. Me kë rezonon kjo histori? Me vricjapin, me shigjetarin, peshoren, gaforen, luanin, peshqit dhe ujorin. Kurse me gërmat mund të rezonoj me me R, O, B, Y, S, G, E, J, V, Sh, majde 2-3 të tjera, Z, K, Q, N dhe gërmën F. Faleminderit shumë, miq tani.